Të dashur teleshikues, kemi këtu zotin Adrian Baze. Zoti Adrian, si ju duket zhvillimi i këtij aktiviteti? Mua më duket një aktivitet krejtësisht i veçantë nga ato normale të komunitetit tonë. Po, përshëndetje, e drejtë, ky aktivitet është i veçantë, sjell në pa kulturën tonë të veçantë, gjithashtu edhe krijimtarin e dy artistëve të njohur. Ishte veçantë sepse ambienti është i veçantë, zakonisht nuk mbledhemi në aktivitete të tilla. Mund të them edhe pjesëmarrësit, dashamirësit e artit janë mbledhur këtu dhe e vlerësojnë shumë. Unë ndjem bukur këtu në praninë e shoqërisë tonë, e komunitetit tonë, edhe të artistëve. Të dashur teleshikues, kemi këtu një nga drejtuesit e shoqatës Jeona, Vilsonin. Vilson, urime për këtë aktivitet. Është një aktivitet mjaft i veçantë, i një arti të veçantë, me domethënie të madhe dhe patriotike, por dhe artistike. Dhe për këtë ju përgëzoj, ju si shoqat që keni pasur këtë ide dhe keni sponsorizuar dhe librin. Për sa kohësh Jeona ka bashkëpunuar me Vlasovin? Po me Vlasovin ndoshta diçka pak më vonë, me Ardianin qysh në maj të vitit 2024 që dhe ka filluas projekti ideor. Nevoja për të sjellur artin që është në ngritje të përditshme në vendinjen tonë pranë komunitetit të madh këtu në Michigan, në bashkëpunim kuptohet me shoqatat tona që janë në Kaliforni dhe New York, ka sjell që edhe përfundimin e këtij projektit që ka një domethënie të madhe për ne malësorët, po dhe për artin shqiptar, sepse tregon një proces të një projekti që sipas nesh është me një rëndësi shumë të veçantë. Besoj që edhe arti i atij që duhet të vish të shosh, të shijosh për ta kuptuar edhe domethënien e tij, por besoj që është një projekt që shpresoj të frymoj projekte të tilla edhe në vazhdimsi. Shoqata Jeona e Malësisë së bashkut edhe me kolegë të shoqatave tjera është gjithmonë e gatshme që të ndihmoj ngritjen e vazhdueshme të artit shqiptar, pavarësisht ta ka të bëjë me historinë lavdishme tona apo jo, por të suportojmë artin si art. Çfarë ndjesie është të përjetoni këto emocione dhe të jeni hapasapi në çdo sukses të djalit tuaj? Faleminderit për mirëpritjen tuaj, për shërbimet tuaja, dhe unë jam shumë krenare që djali im ka arritur deri këtu me forcin e tija, me zëtësin e tija, me mençurin e tija, me punën e tija. Dhe çdo nën bëhet krenare kur ai ecën me këto hapa dhe është kënaqësia janë lot gëzimi. U gëzova shumë. Në një moment kur po shikonim, kur ishim në brendësi të programit, ju pam të përlotur. Çfarë ndjen një nën teksa shikon birin e saj të ngjis ka shumë hapa drejt karrierës, të bëhet ai që ka ndëruar të jetë atë që zemra e nënës ka dashur të jetë? S'ka. Kjo është fundi i kënaqësisë. Nuk ka kënaqësi, nuk ka dot kënaqësi më të madhe se kjo. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ju falenderoj të gjithëve juve që morët pjesë, të gjithëve juve që më kënaqët kaq shumë. Edhe ju më keni kënaqur. Që neve i tregojmë botës se shqiptari
do eci kudo. Shqiptari do eci dhe po ecën. Sepse është i mençur dhe punëtar. Nëse rikthehemi pas në kohë dhe kujtojmë hapat e para të Vlasovit në rrugën e artit, a keni qenë ju suportues në këtë rrugë të tillë apo keni qenë Shumë. Dhe kam qenë për veten time shkëndija e parë që i kam thënë Vlasovit, Vlasov, vazhdo në arte. E kam pasur ëndër dhe për veten time dhe nuk e realizova dot se ishim të asaj kohe. Dhe më pëlqente që djali im të arrinte deri aty. E doja artist. E doja, më pëlqente, artistët më pëlqejnë dhe duhet t'i vlerësojmë dhe të hedhim për ta. Të hedhim, sepse është kënaqësi. Për te Vlasovit tani ne kemi edhe një zonjë shumë të bukur aty që është bashkëudhëtarja e Vlasovit. Ajo është mrekullia e djalit tim. Ajo është mrekullia e djalit tim. Dhe i uroj të gjithë djemt e nënave të kenë një fat të tillë si kjo e djalit tim. Janë fjalë dashurie, janë fjalë të thëna me gjithë zemër dhe unë uroj të gjitha nuset atje jashtë që na shohin të kenë një vjerë kështu si ty. Po të kenë dhe nuse si këto fëmijat. Janë nuse. Vlasovi im, se ne i thrasim Çovi, është djali më me fat për një vajzë si kjo që ka në jetë dhe janë artista dhe sot unë i them dhe Ardianit dhe Teutës janë fëmijët e mi dhe janë artistat e mi. Më duket se kjo veprimtari është diçka ndoshta më cilësore se sa veprimtaritë e tjera kulturore. A jeni të njëjtin mendim? Pa diskutim, jam në të njëjtin mendim. Është jo vetëm një lloj i ri veprimtarie që na mbledh të gjithëve së bashku, por është një cilësi shumë të mirë. Edhe vetë arti për të cilin jemi mbledhur sot është i veçantë, po edhe mënyra se si është organizuar, mua më duket jashtëzakonisht shumë e veçantë. Edhe kështu që ju falenderoj, i falenderoj organizatorët për ftesën, edhe për gjithë këtë punë cilësore në fakt që kanë. Gjithmonë shoqatat kanë qenë prezente dhe kanë qenë suportues për artistët e rinj, për ata që duan të zhvillojnë aktivitete. Si keni nder veten sot pjesë të kësaj ekspozite, të këtij eventi? Po, seriozisht keni event shumë fantastik, shumë i bukur, po aq më shumë edhe i nevojshëm për të gjithë neve në veçanti për të rinjtë tonë. Kjo ekspozit mendoj se është një ndër ekspozitat e para që unë kam përjetuar në komunitetin tonë, dhe u bën këtu në fakultetin me Com College, ku këtu shkoj janë edhe shumë student, me cindrat e them student shqiptar, ku nuk është ky fakultet nuk është i panjohur pothuaja për shqiptar dhe para disa vitesh, siç thallë zoti Xhela atje mren, para 17 vitesh me sa më unë u bë edhe filmi i Gjergj Kastriotit Skënderbeu po në këtë fakultet. Ashtu që keni gjë e bukur, prezencat, audiencës ishte jashtëzakonisht e mirë dhe ishte një gjë shumë e nevojshme. Nëse në të ardhmen artistë të tjerë do dëgjojmë për këtë event, sepse themi të drejtën ishte një event i suksesshëm dhe një event që impresionoi të gjithë vizitorët. Nëse një artist nesër kërkon ndihmën, le të themi, ose kërkon suportin e diasporës, e shqiptarëve të Michiganit, e shqiptarëve të Amerikës, sa do jemi ne të aftë të mbledhemi të gjithë bashkë për të suportuar artistët tonë, qoftë për te ekranit ose ata që jetojnë këto. Patjetër se duhet i përkrahim. Kom thënë edhe më parë në disa intervista të tjera, edhe në kjo se ka artistë të tjerë që ndoshta hala nuk i njohim, është shumë e rëndësishme që të dalin dhe përkrahja jo nuk do të mungojë si në vendlindje si këtu në komunitet. Po bënim humor me doktorin Safedin Beqa nga Kalifornia, po i thosha këto fotografit bardezi janë si puna radiografisë, ti du të kuptosh ato, apo jo? Kjo është arti cili e ka ba shtatorën ose monumentin e Gjergj Kastriotit, cili është identiteti ynë në Malzi. Normalisht nuk është më e nevojshme për neve që jemi në Malzi se vende tjera shqiptarizmit. Po domosdo, siç ata siç kanë thënë këta që kanë folë, neve kemi në zemër historinë, normalisht e kemi në zemër Gjergj Kastriotin Skënderbeu. Dhe është kënaqësi, edhe shumë kënaqur që na kanë punuar, na kanë sjell, autorët kanë bërë punë mrekullueshme. Normalisht edhe kjo epos e Vlasov Sulaj shumë e bukur, po, kallzon, si me thënë,
lëvizjen ose dokumenton punimin e kësaj shtatore, që është shumë Është shumë interesante dhe nga pikpamja nuk e kam parë në literaturën botërore ose në artin botërore të fotografisë, dhënien me detaj të një krijimtarie të një vepre të tillë monumentale si Skënderbeu. është e mrekulishme. Unë shkova edhe nëpërmes në fotografie këtu, libri, po e mrekulishme e kallzon tamam e dokumenton se si ka punua, si ka dalë dhe ka dalë mrekullie. Keni pa edhe ju që atje ku është, ja kënaqësi. Një event ndryshe vjen në Michigan sot, i suportuar gjithashtu edhe nga shoqata Malësia e Madhe, shoqata Malësia e Madhe në New York dhe këtu në Michigan dhe Jehona e Malësisë. Sa jeni përpjekur ju që të suportoni këtë lloj eventesh edhe si ndikon kjo në komunitetin e diasporës në Michigan ose edhe në gjithë Amerikën? Po jemi përpjekur sepse ëndrrën që kemi patur me realizimin e përmendores së Gjergj Kastrioti Skënderbeut në Tuz ka ndryshuar frymen dhe ndjenjat e gjithë shqiptarëve, madje malësorëve, si në vendlindje posaçërisht në diasporë dhe kemi pa shumë të arsyeshme të bëjmë një ekspozitë të tillë që të frymëzohen sidomos të rinjt për të ardhmen për ditur më tepër për heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeun, edhe në këtë mënyrë përmes një artit modern bashkëkohor siç është ky sot i. Në pjesën e parë të këtij eventi ju morët një dhuratë. Gjergj Kastrioti Skënderbeun të punuar në bronz nga skulptori i veprës së Gjergj Kastrioti Skënderbeut edhe në Tuz të Malit të Zi. Çfarë ndjesi është kjo? Diçka e përgatitur enkas për ju, vetëm për ju, dhe është heroi ynë kombëtar. Po, ishte kënaqësi, ishte surprizë vërtet nga Ardian Pepa, skulptori, dua të falenderoj edhe Ardian Pepën, po edhe Dilber Shirin, se ata janë kënë skulptorët e bustit të përmendores Skënderbeut. Po, sigurisht ishte një surprizë, nuk e pritme, por faleminderit, shumë e bukur. A është shoqata Malësia e Madhe me dyert dhe krahë të hapur për të gjithë artistët që duan të bashkëpunojnë ose që duan të promovohen, edhe për t'i treguar të gjithë shqiptarëve, atyre që jetojnë në Amerikë dhe për te oqeanit, që ne jemi bashkë, kemi një të gjithë. Absolutisht, ka shqiptarët e oqeanit e këtej, jemi një, dhe absolutisht do i përkrahin gjitha iniciativat janë artistike, kulturore, kudo që janë, nga do që rrjedhin, të cilat janë natyrisht karakterit kombëtare, ruajtjes së vlerave kombëtare. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kështu pra përfundoi ky event krejtësisht i veçantë. Një event që nxjerr në pa vlerat e artit e të kulturës shqiptare. Vlerat cilat mishërohen jo vetëm në vepra të mëdha artistike dhe patriotike, si busti ekuestër i heroit ton kombëtar të vendosur në mes të Tuzit, por dhe kjo shtojc, ky epos i artit e i dritës, i figurave e fotografive bardhëzi, që autori i librit epos, Vlasov Sulaj, i ka sjell të gjithë të pranishmëve në këtë event. Eventi vazhdoi jo vetëm me dëgjimin e komenteve të ftuarve të shoqatave të ndryshme shqiptaro-amerikane, Malësia e Madhe, edhe nga New Yorku, edhe nga Kalifornia, Jehona e Malësisë, Malësia e Madhe këtu në Michigan, por nxori në pa edhe nëpërmjet fjalëve të dy artisteve dhe të ftuarve vlerat e veçanta të artit shqiptar dhe domethënien e veçantë të punës të këtij artisti krejtësisht të veçantë, por me vlera. Është interesante se ky aktivitet nuk ishte një aktivitet si aktivitetet e tjera ndoshta natyrës folklorike, por solli krejtësisht vlera të mirëfillta kulturore, gjë që i duhet jo vetëm kulturës dhe artit shqiptar, por i duhet dhe diasporës shqiptare për të ruajtur vlerat e mirëfillta dhe ato të inteligjencës artistike edhe këtu në veprat e paraqitura si ky aktivitet në Michigan. Miru takofshim në aktivitetet të tjera.